Edi, i ulur në divan me duart që i dridhen lehtë, deklaron para gjithë banorëve se nëse Dolçe do të dalë jashtë shtëpisë këtë javë, atëherë edhe ai do të largohet. Ai e thot këtë me një ton të prerë, të vendosur, sikur e ka menduar gjatë dhe nuk po flet me impuls. Banorët mbeten për një moment të habitur, ndërsa disa fillojnë të pyesin nëse ai po e thot seriozisht apo thjesht është i emocionuar. Unë s'kam arsye të rri këtu patë, thot Edi me zëmë të qetë, por të ngarkuar emocionalisht. Nëse Dolçe del, edhe unë do dal me të. S'ka kuptim të vazhdoj vetëm. Disa banorë mundohen ta bindin të mos flas me kaq nxitim, por Edi duket i bindur në fjalët e tij. Ai shikon drejt kamerës për një moment, si për ta bërë deklaratën edhe më të fortë, dhe pastaj kthen syt nga të tjerët. Unë nuk po bëj lojë, vazhdon ai. Nuk jam këtu për strategji. Jam këtu, dhe e them hapur, sepse Dolçe është shumë e rëndësishme për mua. Dhe nëse ajo largohet, unë nuk do të ndihem mirë duke vazhduar lojën sikur s'ka ndodhur asgjë. Banorët fillojnë të pëshpëritin mes tyre, disa të habitur, disa të dyshim, të tjerë të prekur nga mënyra si foli. Ndërsa tensioni rritet, duket qartë se deklarata e Edit nuk është bërë thjesht për dramë. Ai vërtet duket i shqetësuar, i ndikuar emocionalisht dhe i gatshëm të marrë një vendim të madh. Kjo situatë hap një diskutim të gjatë brenda shtëpisë, sepse tani të gjithë pyesin veten nëse Edi po shpreh ndjenja të sinqerta apo nëse kjo deklaratë do të ndikojë në dinamikën e lojës. Megjithatë, mënyra si ai e tha, shikimi i tij i tronditur dhe toni emocional, i bëjnë shumë njerëz të besojnë se ai e ka me zemër dhe se lidhja e tij me Dolçen po bëhet çdo ditë më e fortë. Edi hyn në një debat të fortë me Labinotin dhe tensioni mes tyre ndihet që në momentet e para. Edi i drejtohet Labinotit me ton serioz, duke i thënë hapur se ai e shikon qartë që Labinoti po përpiqet ta provokojë me çdo mënyrë dhe ta nxjerrë nga vetja. Sipas Edit, çdo koment, çdo shikim dhe çdo veprim i Labinotit është i menduar për ta acaruar dhe për ta futur në situata të pakëndshme brenda shtëpisë. Edi vazhdon duke i thënë se kjo sjellje nuk është korrekte dhe se Labinoti po tregohet djalë i keq në mënyrën si sillet me banorët, sidomos me të. Ai ja akuzon se po krijon drama të panevojshme vetëm për të tërhequr vëmendjen dhe për të bërë që njerëzit të flasin rreth tij. Nga ana tjetër, Labinoti nuk qëndron i heshtur, ai përpiqet të justifikohet dhe të thotë se Edi po e interpreton gabim çdo gjë, por Edi nuk tërhiqet. Ai i qëndron bindjes së tij se Labinoti ka një qëllim të caktuar, ta shtyjë Edin të reagojë keq para të gjithëve, debati mes tyre zgjatet dhe të dy këmbëngulin në mendimet e veta. Banorët e tjerë i shikojnë me vëmendje, sepse duket se marrëdhënia mes Edit dhe Labinotit po përkeqësohet gjithmonë më shumë, dhe ky konflikt po kthehet në një nga përplasjet më të forta brenda shtëpisë. Dolçe zgjohet nga gjumi herët në mëngjes, dhe që në momentin që hap syt, duket e tronditur. Syt i ka të mbushur me lot dhe fytyra i dridhet nga mërzitja. Ajo mundohet t'i fshijë lotët me duar, por emocionet janë aq të forta sa nuk arrin të ndalet. Zëri i dridhet teksa rri ulur në shtrat e mbështjellë me batanie, duke marrë frymë thellë që të qetësohet. Ajo e di që dita e sotme nuk është një ditë e zakonshme. Sot është momenti që do të largohet nga shtëpia dhe do të udhëtojë drejt Grande Fratello Italia, dhe kjo gjë e emocionon, por edhe e rëndon shumë. Ndjesia e largimit, e ndarjes nga banorët që ka kaluar ditë e net me ta, e bën të ndihet bosh. Dolçe nis të flas me vete me zë të ulët, duke thënë se nuk është gati të largohet, se po i dhem fakti që do t'i lërë të gjithë pas, sidomos Edin me të cilin ka ndërtuar një lidhje. Ajo prek jashtëkun ku ka fjetur çdo natë dhe qesh paksa mes lotëve, duke kujtuar momentet e lumtura. Banorët fillojnë të zgjohen dhe shohin që ajo është përlotur. Disa afrohen ta pyesin çfarë ka, dhe Dolçe mundohet të buzëqesh, por sytë e saj e tregojnë qartë se sa e mërzitur është. Ajo tregon se ndihet e ndarë mes dy botëve, dëshiron të shkojë në përvojën e re, por një pjesë e saj nuk do të largohet fare, ndërsa përgatitet, merr frymë thellë dhe përpiqet të qetësohet. Por përsëri lotët i rrjedhin. Është një ditë e rëndësishme për të, një ditë me emocione të përziera, ku gëzimi dhe mërzitja përplasen me njëra tjetrën, duke e lënë Dolçen të prekshme dhe të ndjeshme që në momentin e parë të mëngjesit. Alba futet në një debat të nxehtë me Claudin dhe situata mes tyre tensionohet nga sekonda në sekondë.
E nervozuar dhe e acaruar nga komentet e tij, ajo nis ta ofendoj Claudin me tone të ngritura, duke e provokuar dhe duke u përpjekur t'i prek nervat. Në mes të debatit, Alba i thot Claudit me ironi se ai qen ka shumë i afërt me lëndrimin dhe se, sipas saj, duket sikur ata të dy kanë një lloj lidhjeje më të fortë se ç'tregojnë para banorëve të tjerë. Ajo e përdor këtë si mënyrë për ta goditur emocionalisht gjatë debatit, duke pretenduar se Claudi dhe lëndrimi mbajnë diçka të fshehtë dhe nuk duan ta pranojnë hapur. Alba e thot këtë me një qëndrim provokues. Thjesht për të ndezur më shumë situatën dhe për ta vënë Claudin në siklet, Claudit i ngrihet menjëherë toni dhe ai e kundërshton Albën, duke i thënë se ajo po shpik gjëra vetëm për ta provokuar dhe për të krijuar dramë të panevojshme brenda shtëpisë. Ai i shpjegon se ajo po përdor supozime boshe për të bërë zhurmë dhe për të ulur të tjerët, gjë që, sipas tij, po e tregon qartë se Alba është e gatshme të shkojë shumë larg vetëm që të fitojë vëmendje. Ndërsa debati vazhdon, banorët e tjerë i shikojnë të tensionuar atmosferën, sepse duket qartë se asnjëri prej tyre nuk ka ndërmend të tërhiqet. Alba vazhdon me komente të nxehta, ndërsa Claudi përpiqet t'i shpjegojë se ajo ka kaluar kufirin me fjalët e saj. Shtëpia ndizet dhe debati i tyre kthehet në një nga momentet më të diskutueshme të ditës. Claudi hyn në debat me Albën pas një situate që ndezi keq atmosferën mes tyre. Ai, i irrituar nga fjalët dhe komentet e saj të vazhdueshme, i drejtohet Albës me një ton të ashpër, duke i thënë se ajo po sillesh si një kasetofon i prishur që përsëri të njëjtat gjëra pa pushim. Claudi i kërkon asaj ta mbyll gojen për pak dhe të mos flas kaq shumë, sepse sipas tij ajo po krijon vetëm zhurmë dhe tension të panevojshëm në shtëpi. Ndërkohë, Alba nuk rri e heshtur, ajo i kthen menjëherë përgjigje, por Claudi vazhdon duke i thënë se ajo duhet të mësojë të dëgjojë dhe të mos ndërhyjë në çdo bisedë, sepse kështu vetëm sa i acaron të gjithë. Ai i shpjegon se banorët janë lodhur nga komentet e saj të pandalshme dhe se nëse ajo vazhdon me këtë sjellje, debatet do të bëhen edhe më të forta. Atmosfera mes tyre nxehet çdo sekond, por Claudi vazhdon ta mbajë qëndrimin e tij, duke ia bërë të qartë Albës se ajo duhet të qetësohet dhe të kuptojë se nuk është gjithmonë e nevojshme të flasë pa ndalur. Ai i thotë se nganjëherë heshtja është më e vlefshme se 1000 fjalë, sidomos kur ato fjalë sjellin vetëm konflikt dhe tension në shtëpi. Sasa nis një debat të nxehtë me Labinotin pas një keqkuptimi mes tyre dhe tensioni rritet me shpejtësi. Ajo e shikon drejt në sy, dukshëm e irrituar, dhe i thot me një ton të ngritur se sipas saj ai është një njeri shumë i keq në sjellje dhe në mënyrën se si i trajton të tjerët. Sasa vazhdon duke i bërë të qartë se nuk i pëlqen as pak mënyra arrogante me të cilën ai ndërhyn në biseda dhe krijon debate të panevojshme, ndërsa debati bëhet më intensiv. Sasa i thot Labinotit se ai nuk tregon asnjë lloj burrërie në sjelljet e tij dhe se, sipas saj, ai sillet më shumë për të provokuar sesa për të zgjidhur situata. Ajo i shpjegon se banorët janë lodhur nga mënyra e tij e ashpër dhe se është momenti që ai të kuptojë ndikimin negativ që ka tek të tjerët. Labinoti mundohet të kthehet me argumente, por Sasa nuk e lë të vazhdojë shumë, duke i bërë të ditur se e ka tepruar me sjelljet e tij ditët e fundit. Ajo thekson se nuk po e ofendon kot, por po i thot hapur atë që shumica mendon, mirë po nuk guxon ta thot me zë. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë, ndërsa disa banorë vëzhgojnë situatën nga larg, të habitur se sa shpejt debati u ndez dhe sa e vendosur është Sasa të thot mendimin e saj deri në fund. Benita ulet e qetë, duke dukur e menduar thellë për momentet që ka përjetuar së fundmi në jetën e saj personale. Me një frymëmarrje të ngadaltë dhe zërin pak të dridhur, ajo nis të rrëfehet para banorëve të tjerë, duke hapur zemrën dhe duke treguar një pjesë të rëndësishme të jetës së saj. Duhet të jem e sinqert me ju të gjithë, thot ajo, duke bërë një pauzë të shkurtër për të siguruar që fjalët e saj do të kuptohen mirë. Unë kam tradhtuar të dashurin tim dhe për këtë arsye, marrëdhënia jonë përfundoi. Nuk ishte e lehtë të pranoja se kam gabuar, por tani e kuptoj që nuk mund të fshija të vërtetën. Ajo rrëfen se në atë kohë nuk e kishte kuptuar plotësisht pasojën e veprimeve të saj.
Por tani, duke reflektuar mbi ato zgjedhje, ndjem përgjegjësi dhe pendim. E di që bëra gabim dhe nuk jam krenare për atë që ndodhi. Nuk dua të gënjej askënd dhe duhet ta pranoj se sjellja ime ishte e gabuar. Kam kuptuar se tradhtia nuk është zgjidhje për asnjë problem, vazhdon ajo, duke ulur syt dhe duke treguar sinqeritet të plot. Banorët e tjerë e dëgjojnë me vëmendje dhe disa përpiqen ta qetësojnë, duke i thënë se të gjithë njerëzit bëjnë gabime, por ajo e pranon hapur gabimin e saj dhe kjo tregon modesti dhe përgjegjësi. Benita e mbyll rrëfimin duke shtuar: tani dua të mësoj nga gabimet e mia dhe të përpiqem të jem një person më i mirë. Sepse nuk dua të përsëris të njëjtën gjë më. Në këtë moment, atmosfera është e qetë dhe të gjithë kuptojnë se Benita nuk po përpiqet të justifikohet, por thjesht po rrëfen të vërtetën dhe po pranon përgjegjësinë për veprimet e saj. Kjo bën që banorët ta shohin ndryshe dhe t'i japin mbështetje, duke e nxitur të ecë përpara me sinqeritet dhe reflektim.